Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi 40 hadithet e Imam Nevawiut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdha hoxhë nderuar. Hoxhë nderuar, sot inshallah do flas për hadith të bukur që transmeton Ibn Abbasi rreth gabimeve. Por para se të japim shpjegimet e tij, mund të përmeni tekstin. Atëherë, siç e thatë edhe ju, tregohet nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Zoti I Madh, Allahu nuk u shkruan mëkat, nuk u shkruan për gjuna, nëse ju pasuesit e mi gjithmonë bëhet fjalë, nëse ju gaboni, harroni ose detyroni për ta bërë diçka jashtë, si më thënë, dëshirës tuaj. Normalisht hadithi është I shkurtër, po kuptimi I tij është I madh dhe domethënë e ka çliruar çdo njeri nga besimtarët nga këto gjëra që nuk shpëton dot njeri. Gabimi shpëton dot njeri, harresa shpëton dot njeri dhe gjërat kur njeriu I bën jashtë dëshirës dhe vullnetit të tij, pra është I detyruar për t'i bërë jashtë asaj që ai don, domethënë. Atëherë o nderuar në lidhje me tekstin Allahu ka shkruar, ju sapo tha Allahu ka shkruar. Si shkruan njeriu gabimet? Do thënë Inna Allah tajawaza an ummati. Pra Zoti nuk ja shkruan për gjuna. Pra edhe pse mund gabosh, përderisa nuk e bën me dashje, përderisa nuk e bën me dëshirë, po ndodh gabim, domethënë atëherë nuk shkruhet si gjuna. Dhe gabim nënkupton të bësh të kundërtën e të drejtës. Pra e kundërta e të drejtës ose e kundërta e të duhurës është quhet gabim. Gabimi është dy llojesh. Gabim I cili bëhet me vetdije, me koshiencë, duke qenë njeriu I vetdijshëm për atë që po bën, duke qenë njeriu koshient për atë që po bën. Ky quhet gabim. Në momentin që bëhet me vetdije dhe me koshiencë, ky quhet faj, mëkat. Dhe konsiderohet mëkat. Dhe në momentin që bëhet pa vetdije, në momentin që bëhet pa koshiencë, ndodh gabimisht diçka, siç në gjuhën e tij për shembull mund të ndodhe për diçka tjetër. Për shembull, ai do të dëgjojë një lepur, godet një njeri pa dashje, ose pa koshiencë, në gjumë lëviz diçka dhe vritet dikush për shkak të kësaj lëvizje, për shembull, themi, pra pa koshiencë dhe pa vetdije. Pa koshiencë, pa qëllimin për ta bërë një gjë të tillë. Në momentin që është e këtill, quhet gabim për cilin e po flasim. Në momentin që është me vetdije, me koshiencë, duke qenë njeriu I ndërgjegjshëm për atë që po bën, atëherë ky quhet faj. Zoti, Allahu nuk ja shkruan. Pra ai mëkati është bër, gabimi është bër, por nuk shkruhet gabim, nuk shkruhet gjuna tek Zoti I gjithësisë, sepse nuk është qëllimi dhe nuk është dëshira. Për këtë arsye dietarët e Islamit çfarë thonë bukur fare, thonë nëse njeriu gabon, dëmin duhet ta paguaj ose dëmin duhet ta shlyej. Pra ti nuk ke mëkat për atë që bëre, por kjo nuk do të thotë që ti nuk duhet të kompensosh gabimin e bër. Pra ti nuk je mëkatar tek Zoti, por se dëmin e shkaktuar duhet patjetër që ta kompensosh nëse ke bër ndonjë dëm. Ndërsa tek Zoti nuk shkruhet mëkat dhe nuk shkruhet gjuna. Për këtë arsye, domethënë për gjërave të bukura që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregohet pra nga jeta e tij, kur zbriti ajeti kuranor I surës Al-Baqara, ku Zoti tha in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. E Zotit është çfarë është në qiell dhe në tokë. Ju, çfarëdo që të bëni, të dukshme apo të padukshme, nëse I shfaqni gjunahet tuaja apo I keni brenda jush, pra I mendoni, Zotit do të jepni llogari për to. Zoti do t'ju marrë në llogari për to. Fejaghfiru limen yasha, Zoti fal këtë doj, wa yu'adhibu men yasha, e dënon këtë doj, wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu për gjithçka është I gjithëpërshtetshëm. Kur zbriti ky ajet kuranor mbi sahabët, pra mbi pejgamberin dhe mbi sahabët, ishin gjithë bashkë. Dhe pejgamberi sa I njoftoi që Zoti thotë se çdo që të bëni e dukshme, e deklaruar, e vepruar apo diçka që e keni brenda jush, keni për dhënë llogari. Sahabët thanë, emma hadha fala nutiq, ja Rasulullah, thanë, pejgamberi Zotit, se bajmë dot këtë, sepse njëri çfarë nuk mendon, njëri çfarë nuk I shkon në mend, njëri. Dhe pejgamberi sa më tha, mos thuni ashtu siç thanë të tjerët përpara jush, dëgjuam dhe kundërshtuam, po ju duhet thoni
dëgjuam dhe u bindëm. Na fal o Zot se tek ti do të kthehemi. Dhe sahabët menjëherë, edhe pse ishin gjunjësu, transmetimi thot, ran gjunj, pra ishte shumë e vështirë për balloj kjo gjë. Ran gjunj dhe than, dëgjuam, u bindëm, të Zotit jemi, tek Zoti do të kthehemi, o Zot na fal se tek ti do kthehemi. Menjëherë, pa përfundu takimi, pa u çuar në këmbë, zbriti ajeti kuranor ku Zoti tha, la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon njeriun te mundësive të tij. Atëherë ajeti që ishte shfaq le të themi ose ishte zbrit para 5 minutash u shfuqizua menjëherë. Allahu, Zoti nuk e ngarkon njeriu jashtë mundësive të tij. Kështu që mendimet e gjërat që vijnë brenda njeriu u falën. Pra nuk konsiderohen mëkat tek Zoti. Gjithsesi thjesht ishte një sprov, a do thon besimtarët dëgjuam dhe u bindëm, edhe pse ishte jashtë kapacitetit, apo do të thonin jo, si nuk e bëjmë dot, jo. Mos thonë ashtu siç thanë ata të tjerë përpara jush. Pastaj tha, Rabbena la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. O Allah Zot, mos na e shkruaj për mëkat dhe për gjuna nëse gabojmë ose harrojmë. Pastaj ajeti tjetër ose pjesa tjetër që thotë, o Zot, mos na ngarko ashtu siç ngarkove të tjerët përpara nesh. O Zot, mos na ngarko me gjëra që nuk i bajmë dot. Na fal, na mëshiro, na beko dhe na ndihmon ndaj jo besimtarëve. Abdullah ibn Abasi, i njëjti transmetuesi i këtij hadithi, thotë, për çdo frazë të ajetit të fundit të surës Al-Baqara, kur njeriu e lexon, Zoti flet dhe thotë, kad faalt, po, ky është premtimi im që unë do ta mbaj. Pra kur ti namaz lexon, Rabbena la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbena wa la Zoti thotë, kad faalt, po, premtimin tim do ta çoj në vend. Se ti po i lutesh Zotit, o Zot mos na ngarko me diçka që se bajmë dot. O Zot mos na ngarko ashtu siç ngarkove të tjerët përpara nesh. O Zot mos na shkruaj mëkat nëse gabojmë apo harrojmë. Zoti thot, po, ky është premtimi im. Pra premtimi i Zotit i dhënë në Kur'an dhe premtimi i Zotit i dhënë në hadithin e pejgamberit alayhis salam, se Zoti i Madh nuk ja shkruan si mëkat askujt nëse ai bën gabim. Nuk ja shkruan, domethënë nuk shkruhet si mëkat, po që shkruhet si vepër shkruhet. Po jo si mëkat, pra nuk klasifikohet si mëkat, po shkruhet si vepër. Pra shkruhet që filani, për shembull, në gjuhën e tij vrau njëri pa dashje, pa qëllim. Shkruhet, por nuk shkruhet anash, si më thon, se sa peshon ky mëkat apo që është tek Zoti mëkat edhe gjuna. A do thotë që njeriu duhet pendohet për gabimet që bën? Pendohet, thon dietarët e Islamit, si edukat, Zot më fal. Pra si edukat, jo siç pendohet njeriu kur bën një mëkat dhe një gjuna, sepse njeriu kur pendohet në një gjuna apo në një mëkati, pra një gabimi të bërë me vetdije, me koshiencë dhe me qëllim, këtu pendimi pastaj ka kushtet e veta, që do thotë njeriu duhet ndjej keqardhje, do thotë njeriu të heqë dorë, do thotë njeriu të ketë qëllimin që mos t'i kthehet më këtij mëkati, duhet që njeriu ta deklarojë pendimin edhe jo thjesht ta mendojë, duhet që ta bëjë për hatër të Zotit me sinqeritet të madh dhe jo për sifaqësi duke sikur po pendohet, duhet që mos ta shoqërojë me ndonjë akt i cili është jashtë sunetit apo traditës pejgamberit alayhis salam, dhe duhet sipas istihbaben thon pjesa më e madhe e dietarëve, po disa dietarëve e përmendin si kusht, domethënë ose si një prej kushteve, duhet të jetë e shoqëruar me një vepër të mirë pas, duhet të jetë brenda kohës, që do thot para vdekjes, duhet të jetë brenda kohës, që do thot para se të lindi dielli nga perëndimi, dhe nëse ka të bëjë me krijesat, duhet që patjetër të kërkojë Allahun krijesave. Ky është mëkati, atëherë kur është bërë me vetdije, me koshiencë dhe me qëllim. Ama nëse është bërë pa dashje, nëse është bërë or pa dije, dhe këtu vim tek ajo tradita shqiptare që thot Zoti ta fal kur se di, se po e ditë Zoti ta fal. Ne themi jo, kjo bie ndesh me fenë e Zotit. Pse? Se Zoti thot nuk e dënoj askënd pa ardhur argumenti. Dhe Zoti thotë, o Zot, mos na e shkruaj për gjuna nëse gabojmë. Pra nëse njëri bën diçka pa dashje, nëse njëri bën diçka pa e ditur që kjo është mëkat dhe gjuna, këtu as ka nevojë thotë, o Zot, më fal, se dinte që kjo është mëkat dhe gjuna. Po mirë, po nëse e di, tha nëse e di Zoti ta fal, s'është e vërtetë. A nuk e dinte Ademi alayhis salam që s'duhet ta prekte pemën? Mirë, po e preku, e hëngri pemën. Edhe tha, o Zot, Rabbena zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. O Zot, ne i bëm padrejsi vetes tonë, nëse nuk na fal, ne me të vërtetë do të jemi të humbur. Si tha Zoti i Madh, dhe Zoti e fali. Pra e fali edhe pse Ademi alayhis salam e bëri gabimin qëllimisht me dije dhe koshient. Pra mjafton që ti të pendohesh.
Këtu nuk shkruhet si mëkat, pra nuk ke nevojë të pendosh nëse e bën pa dashje. Mirë, po nëse njeriu gabon dhe thotë o Zot më fal, kanë thënë për edukat me Zotin, sepse ti bëre jo të duhurën. Atëherë o Zot më fal, si edukat me Zotin, po jo si diçka obligative dhe e detyruar. Ama nëse e bën me koshiencë, me vetdije, me qëllim, atëherë normalisht duhet pendohesh, duhet kërkosh hallallikun, nëse i ke hyrë në hak dikujt tjetër kështu me radhë. Por mos harrojmë, domethënë që dëmi i bërë për shkak të gabimit duhet paguar. Pra, për shembull, gabimisht pa qëllim dëmtove makinën e dikujt. Ti nuk mund të gjë unë e bëra pa dashje, pa qëllim e bëra gabimisht, unë s'kam mëkat tek Zoti. Dakor, ti nuk ke mëkat tek Zoti, po kjo nuk të liron ty nga detyrimi që ke për të rregulluar makinën e atij tjetrit ose për të bërë pagesën atij tjetrit. Atëherë, o nderuar, në lidhje me mëkatin. Do thonë ju e përmendët shumë bukur 2 ajetet e fundit të surës Bekare, por në hadith profetik vjen që kush i lexon këto 2 ajete në darkë, ai mjaftojnë atit. Në ç'kuptim është kjo i mjaftojnë njeriu? Dietarët japin 2 interpretime. Ai që i lexon këto 2 ajete çdo natë i mjaftojnë sikur me qenë fal gjithë natën, i mjaftojnë për gjithë natën. Pra, sikur është fal gjithë natën. Ky është një interpretim, dhe interpretimi i dytë i mjaftojnë nga çdo e keqe. Pra, do ta mbrojnë nga çdo e keqe që mund t'i kanoset këtij njeriu në këtë natë. Për këtë arsye ka qenë traditën e të parëve tanë, sahabëve, tabiinëve, që domethënë çdo natë i lexonin këto 2 ajete, pra ajetin e parë që është Amen ar-Rasulu dhe ajetin e dytë që është La yukellifullahu nafsan, pra 2 ajetet e fundit. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që ose në hadithin e Xhibrilit thotë ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me Xhibrilin alayhi salatu wasalam dhe zbret një melek nga qielli dhe i thot Xhibrili alayhi salam profetit sallallahu alajhi wasallam, i thot o Muhammed, ka zbrit një melek që s'ka zbrit ndonjëherë në tokë dhe s'do të zbresi më. Dhe përgëzoi pikërisht për 2 ajetet e fundit të surës Al-Bekare, gjë që tregon se kanë një vend të veçantë dhe një pozitë të veçantë tek Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye një nga emrat e tyre quhen Zehrawan, 2 dritat ose 2 lulat që janë dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, sepse me të vërtetë këto 2 ajete tregojnë edhe natyrën e Islamit në tërësinë e tij. Pra, Islami është një fe që nuk e ngarkon njeriu tej mundësive. Nëse shkon situata për shkak të obligimeve fetare apo ndalesave fetare që njeriu do të dalë jashtë mundësive të tij, vjen lehtësimi. La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Zoti se ngarkon njeriu tej mundësive të tij. Në namaz, në agjërim, në zakat, në haxh, në gjithçka, në harame, në momentin që shkon puna në pamundësi ose jashtë kapacitetit të mundësisë, atëherë menjëherë vjen lehtësimi nga Zoti i gjithësisë, siç e thot Zoti diku tjetër në Kur'an, ma ja'ala aleikum fi dini min haraj. Zoti në këtë fe nuk ka sjell asnjë vështirësim për ju. Pra, me kuptimin, nuk ka qenë qëllimi i Zotit nëpërmjet kësaj feje që njerëzit i vejnë me shpatulla për murin apo që njerëzit i kryqëzojnë. Jo, qëllimi i Zotit ka qenë që njerëzit të adhurojnë Zotin edhe të zhvillojnë jetën e tyre. Në momentin që për shkak të adhurimit apo të fesë shkon situata në pamundësi, vjen lehtësimi nga Zoti, duke jo shku njeriu në ekstrem të gjës, po duke dalë nga situata. Për shembull, le të themi, na është lejuar neve që kur s'ke mundësi, kur s'jeton dot, kur rrezikohet jeta të hash mishderi, për shembull, siç e thot Zoti në Kur'an. Po kjo nuk do thotë që mu më lejo të haj mishderi sepse po vdes nga uria, ti të bësh shëndever në mishderi. Në raste ekstreme, të mbijetesës. Po, do të thonë ti do të hajsh aq sa të sigurosh të jetuarin, po jo që ti e po mirë, me që s'ka mundësi unë, ke parasysh i fut 3 kile. Diçka sa për siguruar për të gjetë, për të pas forcë për të kërkuar diçka dhe kaq, ose si puna, le të themi, e pjesë alkolike. Njëri s'ka çfarë pi, rrezikon jetën e tij. Lejohet, po kjo nuk do të thotë që ai duhet dehet, për shembull, kështu me radhë, çdo gjë tjetër. Pra, çdo e keqe në momentin ose haram, në momentin që shkon tek pamundësia, ka lehtësim. Çdo urdhëresë që është e mirë, në momentin që shkon tek pamundësia, ka lehtësim. Për shembull, pse nuk do të shkem në ekstrem? Dikush nuk ka mundësi të falet në këmbë. Ne nuk i themi dot atij mos u fal. Po si, falu ul. Dikush nuk e mban dot abdesin, siç ndodh me pleqt për shembull, që kanë probleme me urinimin. Thotë unë s'falem më. Pse s'falesh? Thotë nga që më rrjedh. Or zotëri, ti duhet të falesh. Edhe pse rrjedh? Se Zoti thotë se ngarkon njeriu tej mundësive. Pra pse rrjedh diçka, kjo nuk do të thotë se ti s'do të falesh, ti do të falesh. Thjesht duhet
ta mbulosh ose domethënë Marrësh abdes para se të falesh. Domethënë për çdo ezan këta njerëz marrin abdes për çdo ezan, edhe deri në ezanin tjetër ky quhet me abdes, le të vazhdoj rrjedhja edhe nëse është në namazin e tij ose ata që kanë kartotel për shembull kështu me radhë. Kështu që ka shumë lehtësim, pra është natyra e Islamit e tillë që njeriu e lehtëson në adhurimin e Zotit dhe nuk e vështirëson. Por mos harrojmë edhe këtë tjetrën, që ka njerëz që në emër të një vështirësie kalojnë në ekstremin e lehtësimit dhe ka të tjerë që në emër të ruajtjes dhe kujdesit kalojnë edhe në dëmtimin e vetvetes. Për shembull, dikush thotë unë kam probleme me X gjë, thotë po unë nuk mund të falem dot duke atë dëmton veten e tij. Kjo nuk është prej Islamit. Absolutisht. Ti zotni, ke lehtësim prej Zotit, rri i qetë. Jo po se si më duket vete. Çfarë problemi ka se si duket vetja? E rëndësishme është ti ke lehtësimin nga Zoti i gjithësisë, kështu që mos e ngarko veten te mundësive, sepse edhe te ngarkesa edhe mbi ngarkesa jashtë mundësive është edhe kjo jo e mirë dhe e pëlqyeshme për Zotin e gjithësisë. Pejgamberi sa pa një litar mes dy kollonave, mes dy le të themi kollona po i themi ne, po trungje që ishin mbanin xhamin e pejgamberit sa. Tha kjo po ky litar se kishte parë. Tha po ky litar, tha është filanja, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëna besimtarëve, që vinte në xhami natën, nga që lodhej majin litar. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hiqeni litarin dhe i thoni që mos të falet vetëm se sa ka fuqi. Pra nuk është Islami një fe që të ngarkon ty jashtë mundësive, jashtë kapaciteteve, në mënyrë që ti pastaj të lësh gjëra të tjera mangët. Sepse në momentin që e ngarkon veten e tij jashtë mundësive dhe kapaciteteve do të lej patjetër obligimet e tjera mangët. O të nderuar, ne përmendim ke hadithi që Allahu ja ka falë për ummetit profetit Muhammed alayhis salam gabimin pa dashje, gabimin kur harron dhe gabimin kur ai është në tërësninë e dhunës. Por në rastet ku njeriu është i paditur, si e përcakton Islami, pra nuk ka njohuri për këtë që është gabim. Nëse njeriu gabon për shkak të paditurisë, ky quhet gabim, nuk quhet faj. Dhe Islami nuk e trajton atë si mëkat, por njeriu mund ngarkohet me mëkat për pa interesimin e tij për këtë çështje të fesë islame. Pra, për shembull, nëse xhamin e ke afër, nëse hoxhën e ke afër dhe ti bën një gabim që ka të bëjë me jetën tënde të përditshme, se nuk e dije, ky nuk është justifikim. Sepse ti obligohesh në Islam për të pyetur. Zoti thotë në Kur'an, pyetni të diturit nëse nuk dini. Pra ti obligohesh për çdo gjë që ka të bëjë me jetën tënde të interesohesh për të. Pra ti ngarkohesh me mëkatin e mospyetjes dhe jo me mëkatin e bërë nga patituria. Megjithatë shumë gabime tashmë njerëzit i dinë, për shembull alkooli, mishi i derrit, ato e dinë që janë mëkat dhe nuk kanë justifikim besoj për këto sepse tashmë edhe televizioni, mediat, radiot e kanë përhapur informacion. Edhe në Islam ka disa gjëra që quhen el ma'lumu min ad-dini bid-darura. Edhe në Islam ka një klasifikim interesant mbi disa gjunahe, quhen gjunahet e ditura botërisht për cilat nuk ka dilem dhe mëkatet e zakonshme. Janë disa mëkate që nuk është kusht të di shumë mbi Islamin, siç përmendet ju, për shembull, immoraliteti, nuk është kusht të jesh ndonjë dietar islamit zbulosh që immoraliteti, lidhja jashtëmartësore, është haram. Nuk është kusht di shumë për Islamin, apo të kesh mbaruar shkollë islamike që dish që pijet alkolike janë haram, apo që bixhozi është haram, apo që interesat bankare, fajdet janë haram. Pra janë disa gjëra që vrasja e tjetrit, terrori kështu më. Janë disa gjëra që dihen, el ma'lumu min ad-dini bid-darura, gjëra që njihen me fe, domethënë normalisht. Pra mjafton që njeriu të futet në fe dhe këto gjëra dihen. Po është e vërtetë që ka disa detaje që njeriu me të vërtetë duhet marrë informacion. Për këto detaje që njeriu duhet marrë informacion, klasifikohen. Ka mundësi për të interesuar dhe për të pyet për fenë e Zotit dhe nuk interesohet dhe nuk pyet, dhe pa mundësia për të pyetur. Ai me të vërtetë mund të bëjë një mëkat poshtë në një zonë, në një vend që nuk i jepet mundësia, ose hoxha i atij vendi apo dietarët i vendit nuk i jep dot përgjigje dhe ai vazhdon në atë rutinën e tij ditore apo të jetës së tij. Atëherë o nderuar, ke gabimi pa dashje. Domethënë tekstet islame përcaktojnë domethënë në vrasje, kur vrasja është pa dashje dhe kur vrasja është me dashje. Si e përcakton Islami të dy lloj dënimesh? Normalisht i pari obligohet tek i pari, pra tek ai që bëhet pa dashje, obligohet vetëm dëmshpërblimi. Dhe në këtë rast nuk ngarkohet vetëm personi, por ngarkohet edhe fisi i tij. Për këtë arsye quhet aqile.
dietu ala al-aqila. Në rastin e dytë është quhet futet në atë kodin penal të vrasjes me qëllim, si pasojë ka patjetër ose hakmarrja me jetën e personit, ose dëmshpërblimi nëse trashëgimtarët pranojnë që të paguhet gjaku i tij. Kjo hakmarrje mund ta bëjë njeriu si individ apo është detyrim shtetëror? Sepse ndodh në Amerikë për shembull kur dikush vret 7-8 veta, ato e dënojnë me dënim kapital. Po këtë e bëjnë shteti, nuk e bëjnë individët. Kodi penal në Islam ka përcaktimin në shtet. Pra është shteti, ligji ai që do ta bëjë këtë punë dhe jo individët. Pra vetë gjyqësia në Islam nuk lejohet. Allahu ta shpërbleft. Amin edhe ty. Të nderuar teleshikues, shkëputim për pak minuta dhe i takojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Nderuar teleshikuesja, kur i takuam në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaj. Hoxhën e nderuar, ne shpjeguam tashmë mëkatin i cili bëhet me padashje, por tani kemi mëkatin i cili bëhet nga harresa. Si e përcakton Islami pra këtë lloj mëkati? Normalisht gabimi ose domethënë mosbërja e të duhurës ose bërja e të gabuarës për shkak të harresës konsiderohet domethënë gabim, por e mira e kësaj gjëje është jo mëkat tek Zoti i gjithësisë. Pra njeriu mund të harrojë namazin, njeriu mund të harrojë diçka që është shumë e rëndësishme në jetë, domethënë, ose për shkak të harresës ti mund ndodhin ndoshta edhe fatkeqësi e gjëra, por tek Zoti kjo gjë domethënë nuk shkruhet mëkat. Pra ti nuk je mëkatar tek Zoti, gjë që nuk të obligon që ti të pendohesh. Për shembull, men nama an salatin thot, au nasiha, falyusalliha idha dhakaraha. Au qam, fa innahu la kafarata laha ose lahu illa dhak. Thot kush flen apo harron ndonjë namaz, le ta fali sapo të kujtohet ose sapo të zgjohet, sepse nuk e shlyn atë gjë vetëm se në moment ta bësh. Pra, nëse ne me të vërtetë harrojmë ta bëjmë diçka dhe u kujtuam, obligohemi që në moment që kujtohemi ta bëjmë. Ishim gjumë, u zgjuam me njerë ta bëjmë, jo si dikush më që çohet ai për sabah, ka dalë koha namazit, e thotë po mirë, po flej deri ka ora 10 për shembull. Ky gjumi i dytë deri në orën 10 konsiderohet gabim. Pra, me njerë, momentin që u zgjova, okay, koha ka dalë, po ti ço fal namazin. Unë me vërtet harrova ta fal ikindin për shembull, ose drekën, nganjëherë një angazhohet punë kështu. S'ka problem, momentin që kujtohet duhet ta falësh. Edhe nuk duhet thosh hajde me që ka dalë nga koha tani po e fal ndarkët. Jo, s'ka ndarkët ta falësh ndarkët, po duhet ta falësh në momentin që kujtohesh. Pra, njeriu është i arsyetuar tek Zoti i gjithësisë derisa harron. Dhe harresa është një lloj humbje e vetdijes apo e koshiencës për të bërë diçka. Dhe në momentin që njeriu vetdijsohet, në momentin që njeriu ndërgjegjësohet dhe domethënë siç thot populli i bien të, atëherë obligohet më njëherë ta shkryejë këtë detyrim. Pra nuk shkruhet mëkat, shkruhet si gabim, faktikisht regjistrohet, por nuk shkruhet mëkat. Pra nuk ka nevojë që njeriu të pendohet me ato kushte të pendimit që ne përmendëm. Mund të kërkojë njeriu falje Zotit si një formë për ulje dhe edukate me Zotin e gjithësisë, po jo si obligim siç ndodh që ne duhet pendohemi kur bëjmë mëkate. Ka ndodhur për shembull një histori e bukur që Zoti i Madh ka përmendur në Kur'an për Sulejmanin alayhis salatu wassalam. As-Safinatul Jiyad, për gjëra interesante që përmenden në librat e tefsirit, kur Sulejmani alayhis salatu wassalam i rreshtoi ato ushtritë veta përpara dhe kishte një tabor me kuaj Safinatul Jiyad, kuaj që rrinin me 3 këmbë. Aq fantastik ishin, domethënë, saqë rrinin me 3 këmbë, kupton, aq lehtë, aq hedhur ishin. Se do kuajt e cirku që po, Sulejmani alayhis salatu wassalam i mahnitur prej bukurisë tyre, domethënë hutua me to, domethënë. Derisa perëndoi dielli, kur perëndoi dielli, ai e kuptoi që i ka ikur namazi i ikindis. Dhe i bëri gjitha kurban. Gjitha tabor e bëri kurban për hir të Zotit dhe shpërndau për fukaret. Pra dua të them që njeriu mund të bëjë tobe, le të themi si edukat me Zotin e gjithësisë,
pavarësisht se tek Zoti nuk I shkruhet mëkat, sepse harresa është jashtë mundësisë që ne përmendëm tek ajeti, Allahu nuk e ngarkon njeriu jashtë mundësive dhe harresa është jashtë kompetencës njeriu dhe jashtë mundësisë njeriu. Kjo nuk duhet thotë që njeriu mos bëj shkaqet për t'i mbajtur gjërat në mend, siç është shkrimi, siç është përkujtimi nëpërmjet dikujt që thotë kujtoje kështu me radhë, por nëse ndodh, për shembull, njeriu nuk konsiderohet mëkatar tek Zoti I gjithësisë dhe kjo nuk I shkruhet gjuna. Me që ju përmend historinë e Sulejmanit, është një histori e tillë, po me harresën e Sulejmanit që ai thot pse nuk thash fjalën inshallah, se po të kisha thënë fjalën inshallah. Po historia po përmend edhe në ajete kuranore të surës Kehf kjo shprehje e fjalës inshallah kur dikush harron. Si është faktikisht kur ne flasim për të ardhmen, gjithmonë duhet themi inshallah. Pra, kur themi për diçka që ta bëj, mos thuaj do ta bëj se do të jesh edukuar me Zotin e gjithësisë dhe ne nuk zotërojmë dot të ardhmen. Ne flasim për planet tona dhe gjithmonë duhet t'ia dedikojmë Zotit dhe themi inshallah me shpresën e Zotit, me kismet të Zotit. Edhe shqipun do thosh me shpresë Zotit, me kismet. Edhe po them me kismet je në rregull, edhe po them me shpresë Zotit je në rregull. E nëse njeriu harron, me të kujtohet më vonë, atëherë le thotë inshallah, mund ta thotë edhe më vonë, edhe më pas, nuk ka problem sepse është bërë pa dashje. Gjithë problemi është kur e bëjmë me dashje, pra them do të vi në orën 10. Edhe ti je I sigurt që do të vish në orën 10 dhe e thu këtë me kompetencë të plotë. Kjo nuk është e pëlqyeshme, nuk është e mirë, po duhet dedikuar tek Zoti I gjithësisë dhe thuhet me shpresë Zotit, me kismet. Hoxhë nderuar, ju folet pak për namazin. Pra, por në momente që një person për shembull ka harruar abdesin, dihet që ky person do ta përsërisë namazin. Por në momentet që një person ka harruar për shembull një prej shtyllat namazit ose një prej sunetë namazit, atëherë si do ta bëj ky kompensimi për që jenë më e qartë për të rishikuesit? Atëherë tek kushtet e namazit, harresa e një nga kushtet e namazit e bën namazin të pavlefshëm. Pra harroj të drejtohej nga kibla, namazi është I pavlefshëm. Harroj të merrte abdes, namazi është I pavlefshëm. Harroj të falej në kohë, fal para kohe, namazi është I pavlefshëm. Ndërkohë që ka tolerancë në disa kushte të tjera, siç është kushti I pastërtisë. Harroj të pastrohej, mirëpo u fal, namazi I tij është I vlefshëm. Pra ka diçka ke rrobat pa pastërti. Po, pa pastërti, atëherë namazi I tij është I vlefshëm. Ose në vendin ku u fal kishte pas një pa pastërti, po ky harroi ta pastroi. Për shembull, e kishte parë, harroi ku shkoi të falë, nuk e vuri re dhe u fal. Namazi I tij është I vlefshëm, por thjesht, domethënë, tek kushtet, tek shtyllat e namazit, pra nëse ne gabojmë në shtyllat e namazit, ka shtyllat namazit që e bën namazin krejtësisht pavlefshëm, siç është niyeti, dhe siç është tekbiri fillestar, dhe siç është qëndrimi në këmbë. Këto tre gjëra e bën namazin pavlefshëm. Flasim për farzin. Edhe për sunetin, përveç qëndrimit në këmbë për sunetet. Pra, niyeti dhe tekbiri fillestar e bën namazin pavlefshëm. Harroi dikush të bëjë niyetin dhe u fal. Më vonë u kujtu namazor çapo falun. Namazi I tij është I pavlefshëm. U lidh namaz, elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, direkt pa thënë tekbir fillestar. Namazi I tij është I pavlefshëm. Ndërsa qëndrimi në këmbë në farze është shtyll, pra duhet rish patjetër në këmbë. Në synete është I pëlqyeshëm. Pra nëse dikush do më fal synete po do më fal ul, namazi I tij sunet është I saktë, po thjesht ai merr gjysmën e shpërblimit. Ndërsa në shtyllat e tjera të namazit, nëse I harrojmë, kemi dy rrugë. Ose ka dy momente. E kujtojmë shtyllën e namazit pa ardhur tek shtylla e tjetër e ngjashme të rekatit tjetër. Ktu ka gjykim dhe e kujtojmë mbasi kemi kaluar të njëjtën shtyllë nga rekati I ardhshëm, në rekatin tjetër. Nëse e kujtojmë para se të vim tek shtylla e ngjashme e rekatit tjetër, atëherë ne kthehemi edhe një herë aty ku e lam. Nëse arrim tek e njëjta shtyllë, e pas çfarë kemi fal konsiderohet e pavlefshme dhe duhet bëjmë një rekat të ri. Për shembull, duke falë rekatin e parë të namazit, harrova rukun dhe rash në sejdë. Dhe mbas sejdës u çova në sejdën e dytë, pastaj u çova në këmbë. Në këmbë unë kujtova që s'kam rënë në ruku dhe s'kam marrë akoma tek rukuja e rekatit të dytë. Atëherë në këtë rast unë kthehem edhe një herë tek rukuja e rekatit të parë, çohem semi Allahu limen hamide dhe bien sejdë dhe vazhdojmë. Në këtë rast sevi sejdën duhet ta bëjmë mbas selamit. Në rastin e dytë, unë u kujtova në ruku, mos po s'kam bërë rukun e rekatit të parë, iku. Në ruku
konsiderohet kjo ruku e rekatit parë. Në momentin që çohem nga rukuja, atëherë rekati i parë i falur me 2 sejdët e me të gjitha konsiderohet i pavlefshëm dhe ky rekati quhet i pari. Dhe në këtë rast sejdën duhet ta bëjmë mbas selamit. Ndërsa gabimet, më fal, nëse harrojmë diçka për sa i përket vaxhibeve të namazit, atëherë nëse mund ta kompensojmë, nëse nuk e kompensojmë. Për shembull, harrove tehijatin. Këtu shifet, nëse ti harron tehijatin dhe kujtohesh para se të çohesh, i ke gjysma e poshtë, ulesh dhe e thu tehijatin. Nëse ti në çuarje je mbi gjysmën, pra më shumë je lart se sa poshtë, pra ke kaluar gjysmën e ngritjes, atëherë duhet çohesh në këmbë edhe tehijati në këtë rast bie, sepse në momentin që njeriu futet në një shtyllë, nuk mund të sakrifikoj shtyllën për hir të, sepse qëndrimi në këmbë dhe ngritja është shtyllë, nuk mund të sakrifikoj shtyllën për shkak të një obligimi. Ose mund të korrigjohet, për shembull, re në ruku, mend për të thënë subhana rabbil azim, the subhana rabbil ala. Dhe kujtohesh, e korrigjon në moment dhe s'ka si problem. Pra gabimet në vaxhibate korrigjohen me sevi sejdë, gabimet në shtylla korrigjohen ose nuk korrigjohen, po prap korrigjohet shtesa e pavlefshme me sevi sejdë, ndërsa gabimi në synete, dhe kjo duhet theksuar, nuk korrigjohet. U lidh në namaz, Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nuk e tha fare subhaneken. Nuk kemi korrigjim këtu me sevi sejdë. Nuk tha 3 herë subhan rabbil azim, nuk kemi korrigjim këtu me sevi sejdë. Nuk tha 3 herë subhan rabbil ala, nuk kemi korrigjim me sevi sejdë. Gabojnë në Kur'an. Nuk kemi korrigjim me sevi sejdë. Pra synetet nuk korrigjohen me sevi sejdë. Argumenti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka gabuar një herë në Kur'an, kur ka marrë namazin ka parë Ubeyin aty. A nuk ishe ti mbas nesh Ubej? Tha po. A nuk më peq që gabova namaz? Tha po. Tha pse s'm korrigjove? Tha o pejgamberi i Zotit, më erdhi zor të korrigjoj ty. Pra gaboj le themi në një sunet dhe nuk e korrigjoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sevi sejdë, po në fakt kur ka gabuar në shtyllat namazit e ka korrigjuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sevi sejdë. Ju e thatë bukur, për shembull në lidhje me abdesin, kur ai ka harruar të marrë abdes, duhet ta përsërisë namazin. Por në rastin kur ai është në dilemë, ka fal 2 rekat, ka fal 3 rekat, si të ta zgjidhë këtë lloj dileme? Shumë e bukur kjo pyetje, Zoti shpërblet. Nëse njeriu ka dilema apo dyshime në adhurim, dhe kujtohet gjatë adhurimit, i korrigjon aty brenda. Nëse dyshon mbasi ka mbaruar adhurimin, në këtë rast dyshimi nuk merret konsiderat. Për shembull, unë e fala drekën, në rregull, sipas asaj times. Pastaj më vonë fillova të shoh fala drekën 2 rekat apo 4 rekat. Themi dyshimi është pa vend, nuk merret konsiderat. Ama nëse unë jam namaz dhe dyshoj mes 3-shit dhe 4-tës, atëherë e ndërtoj namazin tim mbi numrin më të sigurt që është 3-shi, e plotësoj edhe një rekat tjetër dhe bëj sevi sejdë para selamit. Pra le themi, me që u hapëm si temë, sevi sejdë është para selamit kur gabojmë, mbas selamit nëse shtojmë dhe para selamit nëse dyshojmë, siç ishte rasti që përmendëm. O të nderuar, ne e kemi lanë tashmë kjo pjesa e fundit të hadithit, domethënë i fal Allahu gabimet njeriut kur ai është në tërësinë e dhunës. Pra, si ta kuptoj besimtari në çfarë faze të dhunës konsiderohet ose pra quhet i justifikuar dhe në çfarë rastesh ju mund përmendni disa prej tyre? Ka tolerancë derisa nuk shkon situata në humbjen e jetës tjetrit. Pra, ti në emër dhunës isha i dhunuar, isha në trusninë e dhunës, kisha frikë se mos më vrasin, të vrasësh dikë tjetër. Kjo nuk lejohet në Islam. Ndërsa ushtrimi i dhunës për të bërë një mëkat, për të bërë gjuna, për të mohuar Zotin, të gjitha këta janë të lejuara, sepse nuk janë në mundësinë e njeriu, dhe se Islami ka ardhur me tolerancë. Illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Pra nëse Zoti i Madh ka toleruar që të mohohet Zoti prej frikës se mos humbi jetën, çdo lloj gjëje tjetër pastaj ka tolerancë të madhe. Çdo gjë tjetër pastaj ka tolerancë të madhe. Ama dhuna këtu është si puna e ellastikut. Domethënë tani kujt i thon dhunë? Se dikush thotë jam i dhunuar sepse ai nuk kupton e injoroj njerëzit apo edhe unë ndjehemi i trysnuar. Tani fjala dhunë që flitet këtu bëhet fjalë kur njeriu nuk ka zgjidhje tjetër dhe rrezikohet jeta e tij. Këtu bëhet fjalë o mastukrihu alayhi, pra diçka që është bërë në trysninë e dhunës. Po jo për shembull tha babi që do traf po të pash duke u fal. S'ka problem falur. Rrahja në këtë rast bëhet shnet, bëhet kuvet, të forcon,
edhe inshallah të pjek edhe më shumë. Edhe gjejmë zgjidhje tjetër, nuk ka problem, mendojmë diçka tjetër si zgjidhje. Pra nuk mund të thoshti që isha në dhunën e prindit se ai më tha do të shkul veshët po të falësh namaz. Pra nuk quhet dhunë. Nuk quhet dhunë. Por në rastin hoxh kur dikush, për shembull siç ndodh në realitetet ballkanike, pra vritet këtë person, se ai që kam lexuar ke jurisprudencë islame është shumë e bukur ky trajtim. Nëse nuk e vret të person, unë do të vras ty, ose nëse nuk e vret të person, unë do vras familjen tënde. Si e trajton rast? Nuk lejohet të marrësh jetën. Më mirë të vritet vet personi i dhunuar. Po. Se quhet a konsiderohet shahid në këtë rast nëse i vritet vet? Po, absolutisht. Është për rasteve që shkruhet shahid tek Zoti i gjithësisë, sepse nuk pranoj që ti marrë jetën një tjetrit. Atëherë për të pëlqyer më detajues, por në rastet hoç kur dikush i thotë pi alkoolin, pra ose do të vras, ose bëj moralitet se do të vras. Pra në këtë raste njeriu është arsyetuar, pra nuk i shkruhet mëkat tek Zoti i gjithësisë. Pra në këtë raste mund ta veproj, por vetëm në rastin e derdhjes gjakut kjo ndalohet, apo jo? Po. Në rastin e mohimit të Zotit, thon dietarët e Islamit, i lejohet atij që ta mohojë Zotin, ama nëse nuk e mohon dhe pranon të vritet, quhet shahid. Kurse në rastet e alkoolit apo gjërave të tjera nuk i lejohet që ta bëj. Por në rastin e mohimit të Zotit i lejohet që mos ta mohojë Zotin, edhe nëse rrezikon jetën. Pra në dy gjëra, në ekzekutimin e tjetrit lejohet që të ta ekzekutojnë për të mos ekzekutuar të këtë tjetër, dhe në rastin e mohimit të Zotit lejohet që mos ta mohojë edhe pse vritet. Ndërsa në gjunahet e tjera obligohet që t'i bëj për të shpëtuar jetën e tij. Por në rastin e bashkëpunimit për vrasje, kur është i dhunuar, po këtë rast a lejohet? Nuk lejohet, jo. As në këtë rast. Jo. O që ndëruar, do të kape 2-3 pika tjetër në lidhje me dhunën. Nëse personi i kërcënohet pasuria, humbja e pasurisë e tij, a quhet kjo në rastin i dhunuar? Pra, në një moment i thot kam frikë se po më humb pasuria dhe për këtë shkak ai bie në gjunaf, merkamat, bën veprime të ndaluara. Varet se si është situata, pra nuk mund të gjykohet me një gjykim përgjithshëm. Nuk mund të japsh një gjykim përgjithshëm, dhe në këto situata edhe dietarët e mëdhenj thonë duhet parë çdo rast në vete për të parë të gjitha, le të themi, rrethanat shoqëruese të gjës. Allahu të shpëbleft. Amin edhe ty. Të nderuar televizionistë, ishim me u nderuar Imamin Ahmet Kalaja. Ritakohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.